Përshëndetje, unë jam Enea Gjani nga dhe Tirana.com. Sot do të realizojmë tutorialin e parë për HTML. Atëherë fillimisht ne duhet të kemi një program i cili quhet Notepad++. Është i mirë për të koduar në gjuhë të ndryshme. I bëjmë një overview këtij programi, shikojmë language, shkojmë tek HTML, shikojmë mund të kodojmë në HTML, gjithashtu ka edhe PHP, Perl, Pascal, PostScript, PowerShell, Python, Ruby, SQL, Shell. Gjithashtu ka edhe C++, por nuk ju asiguroj këtë editor sepse nuk ka kompilus. Fillimisht për të shkarkuar këtë program ne duhet të hapim një shfletues. Unë në këtë rast do të hap Mozilla. Okej. Dhe shkruajmë Notepad++. Shikojmë Notepad++.org, klikojmë download. Okej. Dhe në këtë rast ne do ta zgjidhim për shembull këtu kemi direkt setup.exe, këtu kemi të arkivuar në formatin zip, këtu kemi të arkivuar në 7z. Neve do ta klikojmë tek Notepad++ installer dhe klikojmë start download. Atëherë ky program është 5.6 mega. Presim sa të shkarkohet. Okej. Shikojmë që është shkarkuar. Dhe na shfaqur në desktop. Klikojmë 2 herë mbi ikonën. Klikojmë yes. Zgjedhim gjuhën. Në këtë rast kam zgjedhur anglishtën, ok. Klikojmë next, agree, next. Krijojmë një ikonë në desktop. Unë kam të instaluar një herë programin, por do ta riinstaloj edhe një herë për ju. Klikojmë install dhe presim të mbaroj procesi. Klikojmë finish. Dhe na është hapur programi Notepad++. Okej. Mua ma hoqi ikonën nga desktopi. Nxjerrim sërish. Okej, kaq për sa i përket tutorialit të parë se si të instalojmë një editor. Në tutorialin e dytë do të fillojmë rreth HTML-s. Faleminderit që më ndoqët, mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe gjithashtu vizitoni edhe Tirana.com për videot më të reja.